Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi edhe sot sërish së bashku në këtë studio kaq të bukur, me këtë ambient kaq të ngrohtë për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit dhe ditën e sotme do të jemi të fokusuar më shumë rreth Big Brother VIP Kosova, por edhe Albania. Dy platformat digjitale që njëra do të nisën pikërisht natën e sonte, maratonën e saj të gjatë 5 muaj. Do të argëtohemi me banorë të ndryshëm, me figura të ndryshme, me histori të ndryshme, me njerëz që do të kenë ngjyra të ndryshme në veten e tyre. Le të paktën le ta shohim këtë botën me plot ngjyra brenda një bote shumë të veçantë. Sonte starton Big Brother VIP Kosova, por çfarë kemi arritur ne si media të kuptojmë rreth skenarit të natës së sotme? A do të jetë një natë gala? Me patjetër që do të jetë një natë gala, sepse sonte do të hapen dyert e asaj shtëpie. Dyert më të bukura, dyert më të komentuara. Do të shohim fillimisht oborrin e shtëpisë, që është një vend shumë i rëndësishëm, sepse banorët aty do të ndajnë kafen e mëngjesit, banorët aty do të ndajnë qëndrimin më të qetë shpirtëror të tyre, banorët aty do të kalojnë momente fantastike dhe po aty jam i bindur, duke njohur dhe strategjinë se si funksionon, do të jenë debatet më të zjarrta të asaj shtëpie. Më pas do të kalojmë tek pjesa e pishinës apo tek pjesa e xhakuzit, që me patjetër që këtë vit do të ketë ndryshime të rënjësishme në shtëpi dhe ju jeni të informuar për këtë pjesën. Më pas do të kalojmë tek livingu kryesor apo tek dhoma e ndenjës, siç e njohim në gjuhën shqipe, që është një dhomë me shumë ngjyra, me shumë botë, me shumë dashuri, me shumë pozitivitet. Domethënë, nëse për herë të parë në 3 edicionet e para dhe në këtë të katërtin, Big Brother VIP Kosova do të ketë pozitivitet, është pikërisht ky edicion. Domethënë, në edicionin e 4 kemi ngjyra pozitive në shtëpi. Më pas, duke kaluar dhe tek kuzhina, tek tavolina kryesore e bukës, duke dalur tek tualeti, tek pjesa para tualetit, dhoma e grimit, siç mund ta quajmë për të gjithë, që domethënë është një dhomë shumë e bukur që do të ketë shumë emocion, do të ketë shumë pasion. Domethënë është e ndërtuar në kuadër të një studios në vete gjigande. Do ta zbulojmë dhomën e rrëfimit, që është një dhomë shumë e rëndësishme për banorët e kësaj shtëpie. Domethënë është një dhomë që është shumë e ëmbël për banorët, sepse aty do të rrëfehen, aty do të tregojnë, aty do flasin, aty do të hapin zemrën, aty do t'i përjetojnë të gjitha emocionet e mundshme, dhe për të kaluar në katin e dytë, që për herë të parë në të dy Big Brotherat është një shtëpi me 2 kate, ku do të shohim një pjesë të dhomës së gjumit dhe një pjesë të një dhome që përflitet se është si një dhomë e mbyllur. Dhe më pas, domethënë, hapësirat e reja që vëllau i madh ka krijuar në këtë shtëpi për dinamikën, për lojën, për sekretet, sepse më patjetër do të ketë kënde ku do të bëhen surprizat për banorët, do të ketë kënde ku do të realizohen lojrat e javës që vëllau i madh do t'u jep në shtëpinë e Big Brotherit. Sonte do të kemi dhe hyrjen e banorëve. Hyrja do të jetë në mënyrë glamuroze. Shumica e banorëve do të jenë që në studio, por shumica e banorëve të tjerë do të jenë edhe në për sfida të ndryshme që vllau i madh do t'i vej, ashtu siç i ka vënë në fakt vitet e kaluara. Domethënë do të ketë një spektakël gjigant, një spektakël i cili do të starton në ora 21. Do të marrim mendimet e opinionistëve. Sonte publikisht do të zbërthehen opinionistët se kush do të jenë opinionistët e këtij spektakli. Domethënë përflitet Olta Gixhari, përflitet Leonora Jakupi, por nuk mbetet anash edhe Xheneta Fetau, por gjithsesi do të kemi në detaje gjithçka se çfarë do të ndodh sonte. Sonte është një natë festive, sonte është një natë spektakli, një natë nisme e një maratone të bukur me shumë ngjyra, ashtu siç edhe shtëpia është, për të zbuluar çdo ditë karaktere, për të zbuluar çdo ditë personazhe, për të zbuluar çdo ditë njerëz të cilët ndoshta i kemi patur fatin të njohim në përditshmërinë tonë, por nuk kemi patur fatin të njohim në mënyrë të detajuar, ashtu siç Big Brother na i sjell. Le të shohim sonte se çfarë të ndodhen në këtë shtëpi të madhe me shumë ngjyra dhe me shumë botë.